Doktor janë përshëndetje, është pak një mesazh I gjatë. Ata që s'kan interes ta heqin që këtu. Qa reklame që I bëj vetes, I pa parë jam. Përshëndetje doktor. Të lutem në qoftë se gjen pak minuta dhe lexoni problemin tim, ju lutem. Jam një zonjë 42 vjeç dhe jetoj dhe punoj në Gjermani. Kam shumë vite që vuaj nga tensioni I lartë që kur kam qenë në Shqipëri. Atje më thojnë e ke të trashëguar dhe merrje vazhdimisht mjekim. Kur erdha këtu, tensioni vazhdonte I lartë se dhe lodhjat e puna. Punoj Reinigung në spital, që do thot pastrim. Më shtruan me tension 210-110. Pas shumë ekzaminimesh, më dalluan që arteria e djathtë e veshkës ishte e bllokuar dhe e përdredhur. Bën ndërhyrjen dhe vendosëm stentën. Vazhdoj përsëri me mjekim dhe tensioni më qëndron 110-70, shosa mirë, bravo. Asnjë ditë nuk shkon më lart, por për këtë jam shumë e lumtur. Problemi im qëndron diku tjetër, ndaj dhe duhet të tregoj në detaje. Marr 13 tableta në ditë për tensionin dhe të betohem, ndjej shumë lodhje të muskujve dhe pamundësi në trup. Komplet ndihem e lodhur për momentin, nuk punoj se nuk kam fuqi dhe mundësi trupore. Në mëngjes pi këto tableta, Ebrantil 60 mg, Nebivolol 5 mg, Lercanidipin 20 mg, ASS Protect 100 mg, Nepresol, Spironolacton, Torasemid 2 tableta. Një sekundë, sigur kisha një diuretik ti. Spironolacton dhe Torasemid, okay. Kurse në darkë pi Nebivolol, Ebrantil, Nepresol, Rosuvastatin. Pas pirjes së këtyre tabletave, unë nuk kam fuqi as për asgjë, as për ecje e as për punë shtëpie, si I themi ne. Kam fol me mjekun e familjes, por asgjë, ose s'më kupton, ose se marr vesh. Bëj analizat, më thot do qetësohet. Është normale, s'është normale, kam gati 6 muaj dhe një lloj. Të lutem, a mund të më thoni çfarë duhet të bëj apo t'i kërkoj mjekut? Jam shumë e mërzitur për situatën time. Jam vetëm 42 vjeç doktor dhe me çuditshmja kam marrë gati 15 kg më shumë. Këmbë e duar më rinë të enjtura nga ujërat. Ju uroj më të mirat dhe ju falenderoj për çdo informacion që më jepni. Atëherë kemi një femër 42 vjeçare e cila për fat të mirë ka diagnostikuar atë që quhet shkaku sekondar I hipertensionit, që në këtë rast ka qenë stenoza e arterjes renale. Për një pacient që është I mësuar me vlera shumë të larta të tensionit, është normale që në fillim të terapisë ose të mjekimit invaziv, që në këtë rast ka qenë stenti, të ndjej shqetësim. Sepse, siç e kam thënë dhe në video të tjera, trupi është I mësuar me tension shumë të lartë. Dhe kur trupit I vete tensioni normal, truri është I pari që thot diçka nuk është normale. Truri e percepton tensionin normal tashmë si një hipotoni masive, si një tension shumë të ullët. Dhe ajo gjëja e parë që ndjejnë vetë njerëzit është lodhja masive, lodhja shumë e madhe. Por pacientja në këtë rast ka 6 muaj me këtë problem. Dhe 6 muaj lodhje e tillë nuk është normale. Nuk është normale, sepse në një periudhë 6 mujore, duhet që trupi të ishte adaptuar me ndryshimet e reja që ka ndodhur. Atëherë ne kemi një tension normal, kemi një vlerë normale, kemi vlerën normale, por nuk kemi një paciente të kënaqur. Por kemi një paciente që ka simptoma. A duhet jemi ne si mjek të kënaqur? Jo, sepse ne trajtimin nuk e bëjmë që pacienti të ketë vlerat normale dhe ne të kënaqemi. Ne duam që pacienti të ndjejë përmirësinë. Dhe ajo që shikoj unë si shumë problematike
është që pacientja ka shtuar 15 kg pesh, 15 kg pesh dhe ka edema. Dhe më ka shkruar që ka qenë te mjeku i familjes. Atëherë unë do ndërmerja këto masa. E para do ta quaja gjendjen, do ta quaja të nevojshme një diagnostikim, dhe nëse mjekut si mbushet mendja, u thoj kështu sepse kam shqetësime edhe pikë. Këmëngull nëse nuk di shumë gjermanisht, sepse nuk mundet, mjeku familjes thot jo je mirë, ti thua si jam mirë, ai thot je mirë. Jo, si e mirë, ke shqetësim. E 42 vjeçë, do t'jesh e aftë për punë. Dhe edemat që ke nuk janë normal. E para që duhet të kontrolloja unë, do ishte një gjak komplet. Duhet ta shikoj pak këtu një moment, sepse më ka shkruar që ke qenë te mjeku i familjes, por nuk më kishte shkruar nëse kishte bërë ndonjë analizë. Bëj analizat, po më ka shkruar, bëj analizat dhe thot do qetësohesh. Si të dalin analizat? Kjo është pyetja e parë dhe më e rëndësishme. Domethënë, bëhet fjalë për një anemi, si janë vlerat e veshkës. Si janë vlerat e veshkës është shumë e rëndësishme. Si janë elektrolytet. Këto janë përgjigje shumë të rëndësishme që duhet i kthej mjeku i familjes. Në qoftë se vlerat e veshkës janë normale, elektrolytet janë normale, përjashtojmë një problem me veshkën. Gjithashtu, ti je paciente që ka bërë një ndërhyrje, duhet që minimumi një herë në vit të kontrollohet veshka me ultrashall. Të bëhet një ultrashall, një Doppler i arterjes renale dhe të shikohet si është gjendja e stentit. Kjo duhet bërë. Dhe këtë do ta sugjeroja, të shkosh prap te mjeku apo te spitali ku është bërë ndërhyrja dhe ta kontrollojnë. Ose ambulant, kontrolli mund bëhet dhe ambulant, nuk ka problem, por duhet ta bësh këtë gjë. Absolutisht. Ke 6 muaj që e ke bërë, është koha për një kontroll. Mbas 6 muaj duhet bërë një kontroll patjetër. Qofse stenti është i hapur, si është qarkullimi i qakut aty. E treta që do të sugjeroja unë të kontrolloje është zemra, sepse edemat mund të shkaktohen dhe nga probleme me zemrën. Ku me anë të një ekokardiografisë të shikohet si është funksioni i pompës, si është gjendja e zemrës. Dhe sigurisht në përfshirjen e laborit është dhe mëlçia. Pra, tre pika kryesore. Numri 1 është një analiza laboratorike gjithë përfshirëse që përfshin gjakun komplet, vlerat e veshkës, elektrolytet, vlerat e mëlçisë, tiroidin, sigurisht këtu në Gjermani është standard. Numri 2, kontrolli përsëri i arterjes renale me një ultrashall Doppler. Dhe numri 3, kontrolli i zemrës. Nëse bëhen këto 3 analiza dhe nuk gjendet, më shkruaj me kënaqësi prapë.